duke parë që Saliani po ndiqeshe nga rinia, duke parë që Saliani e zgjoi PD-n, duke parë që Saliani kishte frym, ai shpiku termin vetë përjashtim që pa diskutim mos e kishte Salianin konkurrent, sepse Berisha nuk do asnjë person i cili ka një mendim ndryshe. Ajo si term ka vetëm emrin Partia Demokratike. Po për sa kohë është Berisha në krye, Demokratike aty nuk ka asgjë. Dhe këtu dua të kujtoj prapë primaret, Shënqare Kunkuna, Derova, ai që fitoi primaret nuk u fut në listë as të hapur, as në listë mbyllur. Kështu që pa diskutim që vetë përjashtimi i zotit Saliani është si ato fabulat cilat tregohen nga një, nuk doja ta përdorja termin plak, po plak i moshuar që fëmijët ta dëgjojnë. Po tani i rritur nuk mund t'i besoj. Sepse fabula ngel fabul dhe është fabul imagjinare, e krijuar për të dalë nga situata, zoti Berisha. Ndërkohë çfarë kemi neve? Nga ana tjetër kemi Berishën që nxorri gjithë demokratët dihen shesh për rrëzimin e Ramës dhe përfundovëm duke rrëzuar Salianin. E kupton diferencën?